Si, jemi mirë, shëndetje, si, jemi mirë, shëndetje. Me ditë të gjithëve, si janë mirë? Hajde këtu ashtu. Ju, po me një sabdone, të vazhdojmë pak këtë pjesën zyrtare të pranim dorëzime, e që të gani edhe me ju drejtua të jashta e shumë që shërboj. Që shtë të nërësë? Ode, që shtë të nërësë. Sigurisht se po vazhduar edhe përgojnë edhe kujdo që të jam, ka me bo maksimumin, me bo veprimet e nevojshme që me qenë dobit që të jetit. Gora politike ka përfundu, edhe me në që tash gjithë duhet ta koncentrojnë energji me drejtim pozitiv edhe me dobi qytetit. Dhe heroime, suksese edhe ju prifte mora e na prifte mora. Ndërë shumë zëri kryetar, që edhe të pritje, tash edhe si kryetari i gjithë, ndërë që edhe nëmën të qytetarit Mitrovicës, që u rrejë për gëzojë falenderoj, për çdo punë të mirë që keni bërë për qytetin. Sigur se gara zjedore, sot jemi në një moment të solemnitetit, edhe në moment të reflektive, po ambicia, synimi dhe objektivi jemi është që me bërë punë të mira për Mitrovicën, e për këta çdo herë nga duhet bashkëpunim edhe në forca politike dhe në gjithë aktorëve që kanë qenë aktive dhe vazhdojnë të jenë pjesë e garës politike. Kështu që edhe nga ana ime, çdo herë të kesh pjesën e vullnetit politik për me bashkëpunu për Mitrovicën, por jo vetëm për Mitrovicën, po edhe për krejt Kosovën. Vullnetin e kemi, përvojën tashmë ekziston, edhe synimi dhe ambicia jonë është që me pas një dinamik më të përshkruar për shkak se natyrshëm pas çdo përfundimi të mandatit edhe me qenë më ambicioz se sa ai ata. Kështu që faleminderit edhe një herë për çdo punë që e ke bërë për Mitrovicën edhe të përrej shëndet të gjitha të mira në